O Rame, kishe pyet kohë luli, e? Ja me ku e ke lulin? Si e shihni këtë përplasjen, në distancë, po bëhet një fushat që po tallin njëri tjetrin, por më saktë do të thuaj që po tallin shqiptarët duke vënë lojë njëri tjetrin për të mbushur xhemat. Por realisht, këta po flasin për vetë apo do flasin për ne, valla? Çfarë programi kanë? Nga që s'kan program ndoshta, s'din çfarë thonë, nuk din çfarë të bëjnë më për këtë vend, si i kanë bërë gjitha, dhe dalin e thonë ku i ke shokët njëri, jo unë i ka tili tjetri, jo situata tjetër. Si po e shihni këtë fushatën midis Ramës dhe Bashës? Keni parë këtë përplasjen distancë? Ku jo Rama njëri, ku jo Bashi, thot ai, ke pyet për mua. Shaka të atyre i kum ju. E djetë kongën e unë i ka tilit? Ku të kanë met shokët? Ku i ke më Ram shokët? Ha? Sa bëjnë 7-7 më Ram? Po që të shonë këtë pyetje, gjithë surë me këtë pyetje. Po që du të thonë ato, pra kjo është ideja. A, që du të thonë ata. Po ato, po bënë shaka tani, bënë shaka më një gjithë. Për shaka janë ato? Po përsen ata. Për të bënë gallagjen ata. Për të gallagjen? Po për bënë gallagjen, ato e kanë fituar atë që kanë pas për të fituar. Ai ka një disa vite në pushtet, rreth 30 vjet. Ky Rama, edhe ky tjetër i ka marrë pushtet. Ka qenë pushtet pas pushtetit. Pushtet pas pushtetit ka qenë. Ishe Berishën pushtet, ishe mrapa. Tani është Rama pushtet, prap pushtet ka qenë edhe ky. Po, ma menja prap më shkon pushtet. Po. Ka fituar domthon si veshka më mes dhjamit ashtu. Ato bëjnë shaka tani tallen në publik, domthon që të ngjoj publiku. Po këto tallën njëri tjetrin, po tallën me ne. Jo, ato tallën me ne, jemi një tjetrin. E ke parë pse këtë po e kam pa një fije kështu po. Tash i kena sa më të thënë, kam çat them për atë punë. Ta janë të njoftur për këtë punës. Është libër i lexuar, filmi pa. Po, filmi pa. Po kjo forma që si po vjen Basha, domethënë ka qenë duket si njëri i serioz, domethënë. Po jo çat. Shpëto kargjozllë që tallen me njëri tjetrin. Po që për atë me këta tash do them unë që këta janë të politikanë që ne jena ngop me ta. Pra që këta pos bon... Pra këto prandaj kanë arritur në këtë pikë, s'ka shaj premtojmë shqiptarëve, s'din çfarë japin. Po jo më na i njoftëm ta 30 ose sa vjet parë zotës. Nëse ka thënë ai këtë... Ato po tallen me njëri tjetrin, po tallen me ne. Ne mërë se me njëri tjetrin këta tanë janë bashkë ka borë. Po tanë janë bashkë, më në borë se s'kanë mundësi këta me bënë në rëshë vetëm me ne talën. Po e thonë trosh që janë bashkë. Po janë bashkë, se se kuptojmë në një hani shushu si puna jonë që marrim vesh asi dhe bënë. Por nuk e kanë seriosisht me përnon si fitojnë ai, si krau i djatë, si i majë, nuk e kanë seriosisht me ecë këtë vend. Trosh me thonë mua betë. Po luftojnë si me shumë më keq dhe më. Po si më keq. Pra naj unë sem tifoz me asnja, se shëf që nuk janë rrugë marë. Jo, po situata po qa... Gjithsesi të ne gjithë shka bjenë sepse këta një hap që bëjnë, jo para po mrapa për ne, se për vetë janë regull, ta janë të i vunë punë të vetë ata manë. Këti tjede ka bë gruja, do në kanë këto probleme. Po që të janë, ja pra që këte punë janë që këte janë punë ma shumë që me thonë me politikën tonë, u ngopem në këtu i herë në Shqipëri, tash 35 vjetë. Ska robi pëse të majnë farë, unë tash se do dalin në një këshu i ri me perspektivë që me ndojnë për këtë vend, për këtë popull, vendi maj mirë në Europa, ku do me thonë që ka thënë, në fund në gjithmonë në zero me tëmë. Po si ka njerëz që shkojnë i mbështesin, i dëgjojnë da, i dëgjojnë. Janë këthy në shumë mena, nuk po prezanton një program se deri diku ka filluar dhe fushata, këto nuk po flasin diçka konkrete përse për këtij vendi, çfarë do të sjellin, çfarë risish, çfarë projekte, sa gjëra i mëkojnë këtij vendi. Po nuk kanë projekte që sjellin, do çfarë do sjellin ata. Ky lloj sistemi s'ka projekte tjera që çfarë do sjellin, çfarë do sjellin. Po ti për shembull, mungon ai gjë për shembull që po mungojnë shumë gjëra, po sa. Ti ja thosh aty më se ndoshta janë pa vizion ata, nuk kanë ide. Ato nuk i sjellin për arsye se është bën ligji i tillë, ligji borgjez. Ligjet borgjeze janë bërë vetë ashtu siç kanë ndesh klasa borgjeze. Mbron shtetet e para sot pasurinë e kanë 10 shqiptarë, pasurinë e gjithë shqiptarëve. 10 vetë e disponojnë. Po Basha thotë tani është i zotuar që do bëjmë maksimumin për
të rikthyer sovranitetin, besimin tek populli dhe mirëqenien tek ky popull të rikthehen gjithë shqiptarët, bëhet Shqipëria Shtetet Bashkuara të Shqipërisë dhe jo. Këto janë gënjeshtra. Kjo është, si thuish, me fol gënjeshtra. beson, nuk e beson. Nuk e besoj, jo. E tha me gjithë shpirtin. Njeriu do të folë ashtu si është, jo ashtu si fol ashtu si është. Mos rri ashtu siç flet. Kush po rrin? Të gjithë këta kështu. Gjithë këta. Gënjen. Nuk është. Këto po gënjen, se s'kan çfarë thonë tani, s'kan çfarë japin. Ma. Ne ç'të bëjmë, ne ç'të japim, ç'të marrim. Ne kemi votën në dorë, mos më dhan, po ne s'kemi ku japim, se s'ka dalë der. Kemi Ramën, S'ka lider, pra. Luli tahet me Ramën, Berisha. E dim se e di. Të partita. Zemrimi i popullit nëse s'do të flasi, do nxjerr lider pastaj do të flasi. Ja ka lider sot Shqipëri që ne mund të kemi Po, një pra, mundësi për të dhënë votën. Zemrimi i popullit nëse nuk do të flasi, E qartë, pa do nxjerr lider pastaj do të flasi. Lider nuk ka. nuk ka. Nuk ka Ky lider. zemrimi i popullit, a do e nxjerrë liderin që Zemrimi i popullit edhe mund ta nxjerrë, nuk e dim se ku e nxjerrë. Do ta nxjerrë ndoshta vonë, por zemrimi i popullit liderin do ta nxjerrë. E pasi do të a plasi. jemi në atë fazën As të pikë. pasi do të plasi. Nuk jemi në të pikë, Akoma jo, jemi mirë. edhe mund të plasi. Jemi mirë. Mirë nuk jemi ne, por Po jo alla është keq. edhe aq keqja në ka fund. Nuk ka fund, edhe mirë prap. E mirë s'ka fund, po dhe keqja s'ka fund. Se mund thuash ti që Allarti imi keq. Ora me ku je ora me. Po ka dhe më keq. Ora me. Ora me ku je, më thot, ku i ke thotë qeveritari, thotë. Ku i ke shokët? Ku i ke shokët? Ora. Ai thotë, "E moment kur isha mbi çadër tonë, e moment Kur isha mbi thotë. ku isha mbi çadër tonë, e moment ku isha mbi çadër tonë." O Rame, kishe pyet kohë Luli, e? Ja me ku e ke Lulin? Një këtë përplasin e Bashës me Ramën, distancë. Na u hiqni me to. Ha? Na u hiqni me to. Stradë bukur, e? Stradë bukur. O Rame, ku i o Rame? Ku i Rame? Si ka lodhë? Ja, e ke pate, o Rame, ku i? Që shefte përplasin e Ramën? Po zotëri, si jeni? Mirë? E ke parë të përplasin shumë interesante, intelektuale, njerëz shkolluar, që i thonë njëri tjetrit, ku i o Rame, njoni, ku i o Bashë, i thotë. Qa të bëjnë qëka? Si gjinof. Shto mua bete bëjnë, se s'kan qa bëjnë tjetër. Ato i kanë punë të rëzi për veto mikë. Po ne si t'ja bëjmë nesër. Ne Që të thonë nesër, do thonë, Ne- votoni për ne, Po, më kushat- Po votohet duke thonë njoni tjetër ku je njoni, ku je tjetëri. Po qatë punë kanë, po më qatë merën. Ato bëjnë mund për vete, për ty, as për mu, as për kërkan. Ato Na- tallin njëri tjetrin Po ato e dim na, po qatë bëjmë na. apo na tallin ne? Jo, men pa talë ne, si shpytet ato. Po mirë janë të kaluar mirë, janë të i dalë nënën, para kanë bu mjaf, Pa, apo parë. po njaf i Po kanë dalë. Shqipërinë si çka kanë bërë për Po Shqipërinë? kush pjetë për Shqipërinë? Se S'ka çfarë? pëjtë kërkush asë njerë Po për por ju vetë. ka pyetur Rama, pensionet ju ka, Bana knaqi. ha, nuk jeni lumtur, nuk jeni kënaqur me pensionet? Po mirë më një kafe, po na du me të shkojmë ke pensionat ku është Po, për shku, shkojmë të bëj çik masazh jo për për një shembull. kafe. Po, Shkojmë pension dhe s'dojmë ma dhura ata. nuk do. Faleminderit profesor, je burim. Ha, profesor, hajtë përshëndes Faleminderit. profesor, o Rame, ku je Rame? Ec me Rame, dil nga bodrumi. Mos rrini bodrum, pse ke frikë me Rame? Hajde dil debat tamam, jo të i bo rreshtore farcëve tu.